Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin 30 minuta. Do të flasim sonte në këtë emision për një ngjarje shumë të rëndësishme që pritet të ndodhë në 21 shtator të këtij viti, plot 21 vjet pas vizitës së Papa Gjon Pali të dytë në tokën shqiptare. Një tjetër pap do të vizitojë vendin tonë, ai është Papa Francesku. Një ngjarje e rëndësishme jo thjesht për komunitetin katolik në Shqipëri, por për gjithë shqiptarët. Për të folur për këtë vizitë, për detajet e kësaj vizite, por në tërësi edhe për komunitetin katolik që jeton në Shqipëri, ne do të kemi të ftuarin tonë në emisionin 30 minuta, shkoqësinë e tim Zot Rok Mirdita, arqipeshvi metropolit i Tiranë Durrës. Zot Mirdita, unë ju falenderoj që pranuat ftesën për të qenë në këtë emision. Faleminderit për ftesën. Zot, çfarë përfaqëson kjo vizitë për shqiptarët, por në veçanti për komunitetin katolik që jeton në vendin tonë? Po, për shqiptarët mendoj duke qenë se është shumë e qartë që Papa është një figurë botërore, edhe me thënë si i tillë, ai ka një rol shumë të rëndësishëm për të gjithë njerëzit, sepse edhe misioni vetë thirrja e kishës është ajo që është, domethënë, për të shërbyer njerëzve dhe shoqërisë, dhe në këtë aspekt Papa ka një rol shumë të rëndësishëm. Por në veçanti sigurisht se është për Shqipërinë. Për Shqipëri është një ngjarje e jashtëzakonshme. Është e dyta herë që një pap viziton Shqipërinë, brenda pak më shumë se 20 viteve, edhe në këtë aspekt duke kujtuar shumë e kam të freskët dhe vizitën e parë të Shën Gjon Pali të dytë, mendoj se po edhe reagimin e publikut të në Shqipëri pa dallim, jo vetëm për katolikët, por në përgjithësi është shumë pozitiv dhe mendoj që u konsiderohet si një ngjarje e rëndësishme nga të gjitha komunitetet fetare në fakt. Nga të gjitha, dhe në kontakte që kam pas me përfaqësuesat besimeve të tjera, realiteteve fetare, është një kënaqësi për të gjithë, sepse Papa ka një mesazh për të gjithë ne, dhe është mesazhi i dashurisë, mesazhi i paqes, mesazhi i mirëkuptimit që ai para arsit e tij dhe Papa Francesku e kanë theksuar dhe e kanë marrë gjithmonë sikurse një model i bashkëjetesës, sidomos për rajonin ku ne gjendemi. Zot Mirdita, do doja në fakt të citoja atë që tha Papa kur njoftoi pikërisht vizitën e tij në Shqipëri, për të përforcuar në fe kishën. Çfarë do të thotë në fakt, nëse mund ta? Po, sigurisht se gjithmonë kisha se nga njëherë për njerëzit e thjeshtë janë pak abstrakte si koncepte. Po, në kuptimin që për ta forcuar kishën, në kuptimin që Papa vjen sikurse një vëlla, i cili vjen për të inkurajuar, për të forcuar vëllezërit e vet. Me thënë, sigurisht se një autoritet sikurse është Papa dhe sikurse është për kishën katolike, të vinë edhe në bazë nga burimet e Ungjillit dhe a drejtojë grigjes e tij, se vizita e tij është vizita e një bariu që i ban grigjes së vet këtu në Shqipëri pikë parit herë, edhe ka shumë rëndësi sepse sigurisht ne kemi nevojë të gjithë, qoftë i peshqvi, qoftë edhe besimtari më i thjeshtë, të ndigjojmë fjalë të inkurajuese, fjalë të cilat na japin një mënyrë forcime zell për të vazhduar në rrugën tonë, që është rruga pra e kishës që u jep njerëzve, domethënë jo vetëm thjesht e vetëm, domethënë rrugën e shëlbimit, pra të besimit të fesë, po edhe të bashkëjetesës, të mirëkuptimit, të entuziazmit, të vullnetit për të krijuar një shoqëri sa më të mirë, sa më ideale. A ka një domethënie momenti në cilin zhvillohet një vizitë e tillë e Papa Francesku? Jo, edhe kjo është shumë interesant dhe shumë janë treguar kurreshtar për sa i përket saj. Zakonisht vizitat e Papës janë të lidhura me në një ngjarje të rëndësishme kombëtare ose edhe brenda diocezane historike. Të themi për shembull një jubile i krishterimit të një vendi, sikurse kanë ngjarë në Evropë, në vende të tjera ose të tjera ngjarje me. Këtë do të pyesem fakt, ka gjithmonë një arsye pse një ati i shenjtë viziton një vend? Viziton një vend, pra nuk është thjesht sikurse do thotë një atje nga autoritetet një vizitë të themi turistike. Kurse si s'mund presim për një gjë tillë. Tu është thjesht se Papa duke qenë në afër dhe duke e njohur mirë historinë e popullit tonë, pikërisht ka zgjallur vendin e parë në Evropë ta vizitojë Shqipërinë. Është enkas diçka dhe kjo ka një tjetër prapë domethënie, përveç asaj që ai vjen në Shqipëri, dhe që
është një lloj, mund të themi, jo vetëm ardhi ati si kurse një forcim, një mbështetje, një përkrahje e këtij popullit, por edhe nga të gjitha ata që ky popull, nëpër çka ky popull ka kaluar gjatë historisë së tij. Dhe është një vëmendje, ka ekzistuar gjithmonë një vëmendje posaçme dhe një dashuri i papëve ndaj këtij vendi, ndaj Shqipërisë, se unë kam përjetuar këtë gjatë 20 viteve, por në përgjithësi ka dashur pra që këtij vendit, që ndoshta është në skajt Evropës, do të themi, ka njëherë kështu konsiderohet, kështu. Edhe pse jemi shumë afër me Europën. Të japi një rëndësi pra të veçantë me vizitën e tij, se ky nuk është në periferi. Pikërisht. Po, por është një vend i cili ka një kulturë të lashtë, është një vend i cili ka krijuar një histori me mundime të jashtëzakonshme nëpër krajata të pothuajse sikurse asnjë popull tjetër i Evropës. Do të vinë një autoritet ashtu sikurse është Papa dhe na i drejtoi këtij populli, i drejtoi pa dallim pra, të takoj jo vetëm autoritetet e larta, besimtarët katolik, jo vetëm autoritetet e kishës katolike, jo vetëm autoritetet e larta shtetërore, por takohet edhe me përfaqësues e besimeve të tjera, realiteteve të tjera në Shqipëri, dhe atyre t'ju drejtoi fjalën atërore, pra dashamirëse, të mirë kuptimit ai i cili e drejton këtë kishë, e që ne, që jemi të mbarur, nga autoriteti i tij, do të thonë drejtohemi, t'i marrim ato jo vetëm sikurse çështje retorike, por sikur mesazhe të cilët duhet të jenë tregues në të vërtetë, udhëzim i veprimtarisë tonë në këtë vend që ne jetojmë, që është multifetar dhe që ka dalë pas një diktature shumë të egër ateiste. Për të dëshmuar edhe atë bashkëjetesën për cilën flitet shumë fakt në Shqipëri. Shkëlqësi, nëse krahasojmë me 21 vite më parë, kur Papa Gjon Pali erdhi në Shqipëri, cili është realiteti social që gjen Papa Bergoglio? Po, është një ndryshim shumë i madh në shumë aspekte. Mu më kujtohet mirë se kam qenë një po, edhe kur i bëjnë ka i herë krahasimet, më duket se nuk janë 21 vjet, po do të jenë mase 50 në konceptin e ndryshimeve që kanë ngjarë gjatë këtyre viteve. Është një krejt tjetër kontekst. Vizita e parë e Gjon Palit, dytë ka pas një të them motiv të fuqi, jo një, po ma shumë se një motive. Ajo ishte dhe me thonë që mas daljes nga një diktaturë shumë e egër, antifetare, ateiste dhe vendosjen, rindërtimin e hierarkisë kishtare, cila praktikisht nuk ekzistonte, sepse gjithçka kishte kaluar me diktaturën, ishte azësuar, dhe pastaj do të thonë ajo ishte në këtë kuptim Papa Gjon Pali, Shën Gjon Pali tashmë i dytë kishte sigurisht një motive shumë të forta. Kjo Papa Franceskut buron thjesht nga një ajo vëmendja posaçme, dashuria, admirimi që ka krijuar ai ndaj këtij popullit, i cili nëpër këto krajata të papërshkruara ka arritur jo të ruaj vetëm edhe besimin e identitetin, dhe tashmë u fut me bëmë edhe një hap shumë të rëndësishëm për aspiratat tona të hyrjes në Bashkimin Evropian. Megjithatë, edhe pas 21 vjetësh, Papa Francesku flet pikërisht për daljen e Shqipërisë nga komunizmi dhe vuajtjet. A ka kuptim që t'i rikthehet dhe njëherë një ngjarje të tillë? Jo. Ndoshta Papa, edhe me thonë, duke pasur parasysh këto periudha, sikurse thash, sepse i referohet thjesht, dhe pikërisht ai këtu e ka besimin, jam i sigurt, sikurse edhe të gjithë ne që ne do të ishim të fundit që t'i kthehemi asaj që ne kemi kaluar e përjetuar, sepse ne kemi ndi atë më tepër sa askush tjetër, derisa të tjerët e kanë lexuar or e kanë në ligjërata të ndryshme, në medjeve, ne në lkurën tonë kemi ndije shumë ashpër dhe kemi përjetuar atë që nuk mendoj. Përkundra, mendoj që Papa don të japi një lloj pranimi
këtij popullit I cili me gjithat propagandë, me gjithat të ateizmit të asaj kohe nuk ka arritur ta zhdukin besimin të këtij popull, por përkundra ai besim është sot dhe është shumë, domethënë, I prekshëm dhe është në rritjen e sipërme. Zot Mirdita, në fakt nuk do duhet përfshirësha në bisedat karakterit politik, por se di e shenjtë Vatikani është dhe një shtet që ende në fakt nuk ka njohur pavarësinë e Kosovës. Cili është qëndrimi në fakt që mban Vatikani në lidhje me këtë çështje? Në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Ka qenë një kërkesë edhe autoriteteve shqiptare që Vatikani. Sigurisht se unë nuk jam I brenda kësaj dhe nuk dëshiroj të jap kështu gjykimet e mia personale. Jam I sigurt, kam pasur raste të ndëgjoj që Selia e Shenjtë e vlerëson të gjitha përpjekjet domethënë që janë bërë në Kosovë dhe është shumë domethënë një arritje që ajo patjetër domethënë ka gjithmonë në vëmendjen e vet. Janë arsye të tjera duke qenë se edhe Vatikani është një shtet. Është shtet sovran, pra në këtë mënyrë dhe me shumë ndikim I nënshtrohet edhe të drejtave domethënë kombëtare ndërkombëtare dhe janë po gjithmonë të gjitha këto janë në shërbim të një mirëkuptimi, mirëvajtje, paqe, qetësie, të që nuk janë vetëm të them ashtu të një anshme, por ka një përgjithësim shumë më të madh, shumë më të larg se shpeshherë e shohim ne. Shkëlqësi si shtat ju për të kthyer tek vizita e Papës në Shqipëri. Papa Francesku njihet botërisht si Papa I periferive, ashtu siç e përmendët edhe ju, dhe ndoshta edhe Shqipëria u zgjodh në këtë kuptim si një vend që shpeshherë konsiderohet si skaj I Europës. A është në fakt kjo një qasje që Kisha Katolike e ndjek edhe në Shqipëri, që fokusi të jetë periferia në fakt? Po sigurisht jetë, edhe ne unë them kemi shumë jo vetëm kështu sa për të thënë diçka, por janë fakte shumë konkrete, shumë të gjalla. Ne në tërë periferinë kemi bërë përpjekje të jashtëzakonshme për të organizuar njerëzit, sidomos ata që janë ulë prej vendeve malore, domethënë për një jetë më të mirë, më të lehtë, më të kollajt, për realizimin e aspiratave të në fëmijëve të tyre për shkollim, kemi ndërtuar kisha, qendra, qoftë sociale, qoftë kishat për shembull fetare, janë pothuajse në tërë periferinë, duke filluar nga Kamza, dhe që është bërë me të vërtet një model për periferi, dhe deri të uzina traktorave për rreth Tiranës, domethënë të gjithë, jo vetëm një vëmendje kështu thjesht, por jemi munduar që të me ta bashku aty të ndërtojmë dhe të jemi të pranishëm vazhdimisht me ta, e të ndihmojmë në aspekte të ndryshme të nevojave të tyre që paraqiten sot. Sërish do duhet I kthesha të fjalëve të Papës kur njoftoi vizitën në Shqipëri. Ai thotë se Shqipëria ka vuajtur gjatë pasojat e ideologjive të shkuarës. Besoni se ka nisur shoqëria shqiptare të gjejë paqe nga vuajtjet e së shkuarës dhe sa feja ka ndihmuar në këtë aspekt? Jo thjesht komuniteti katolik. Sigurisht se duhet ta pranojmë se është një proces I gjatë, nuk është diçka magjike që mundet me një ritual o me një diçka të thjeshtë, aty gjithçka realiteti të shndrohet, sepse pasojat deshtem na s'deshtem janë aty. Janë thadru mrenda. Goditja ka qenë fatale. Fatale, domethënë ajo ka qenë edhe krejt I tërë qëdhimi I diktaturës për të krijuar njërin e ri, për ta shndruar njeriu. Ta shtuquajtur në fakt. Po, shtuquajtur njërin e riu. Po, njeri I ri mund të jetë më në aspektin negativ e pozitiv, nuk po him se do të na çojnë tepër gjatë. Por sigurisht se feja, ata që ka besimi, domethënë nuk është një gjë që mund të peshohet e mund të matet me statistika, me numra, por ne që jemi të lidhur vazhdimisht me popullin dhe I vizitojmë, sikur se thash, këto vende, këto qoftë në periferi, qoftë brenda qytetit, shohim një rritje shumë të dukshme, shumë pozitive tek njerëzit, sidomos të rinj.
Unë metem vërtet jashtëzakonisht impresionuar. Ne në këtë periudhë zakonisht shkojmë nëpër qoftë qytete, qoftë fshatra, japim kërcëmimin atyre që kanë arrit një moshë të adoleshencë. Dhe kur i shoh, domethënë që ne këtu në katedral kemi pas më tepër se 200 e sa të ri që kanë marrë këtë sakrament, që domethënë kjo nuk është vetëm një thjesht një ushtrim i thjesht ose një ardhje ose një tërheqje e një momenti, por parashef një përgatitje solide në të vërtetat e besimit të fesë i paraprin. Ka një rritje të besimit, mendoni? Edhe patjetër, unë nuk e vën dyshim. Tham këtë që nuk është lehe që të matet sikurse me një termometër apo barometër rritja besimit e sa besim ka njerëzit, por që është për herë më tepër në rritje, për herë më tepër e dishmon edhe kjo katedral këtu. Pse e dishmon? Sepse çdo herë, për çdo vit thehet rekordi i atyre që vinë për të kërkuar shërbime fetare. E besoj se pak a shumë kjo pasqyron edhe jo vetëm dioqezën e Tiranës, por edhe të Shqipërisë në tërësi. Në fakt ju e prekët për dekada me radhë feja, jo thjesht e komunitetit katolik në Shqipëri, por gjithë komunitetet tjera u ndrydh në Shqipëri. Në këndvështrimin tuaj, sa besimtar janë shqiptarët? Po, tani kjo është një temë që kuptimin e sinqeritetit të besimit, sepse shpesh i ndajmë në praktikant ose jo praktikant. Duhet ta përsëris sa shumë e vështirë, domethënë të matet besimi, sepse nuk është me rezultate empirike për të cilat mundet njeriu domethënë me analizu edhe me i fut në kompjuter o çka po di vetë me. Megjithatë, ndoshta është një moment për të folur në lidhje. Por. Unë e them këtë, dhe këtë e përsëris me plot vetdije, që shqiptarët shpeshherë mu ma bëjnë pak një pyetje më ndryshe edhe gazetarët, sa menoni, domethënë ju, ardhja juaj, në përgjithësi jo imja personale, por e hierarkisë kishtare ka arritur që besimi të rritet, ose sa është më tepër njerëzit janë të besueshëm. Unë do të thosha këtë që ne që kemi ardhur dhe kemi marrë përsipër, në është narku kjo detyrë, që të jemi të ata të cilë do t'ju mësojmë, që u shpallim njerëzve, të vërtetë do në gjithët. Nuk është se ne e kemi pru besimin. Besimin ka qenë tek njerëzit tonë. Edhe janë histori jashtëzakonisht të dhimbshme, dramatike që i tregohen në mshefsi, në një mënyrë klandestine që e kanë ushtru në atë minimumin që kanë mujtë. Pra, besimi ishte këtu, vetëm se ishte i mëllën, ishte i nërëllën, nuk mund shpallej, nuk mund të praktikohen. Edhe në fshetësi njerëzit ndoshta e praktikonin. Po, njerëzit ata në mënyra të veta, por mendoj me ardhjen e demokracisë, atëherë njerëzit janë hapur, janë qelë. Por, mos harrojmë se shpeshherë në energjezën e njerëzve, brenda për brenda, ka me një lloj pasigurie edhe sot, sidomos në gjeneratat të cilët e kanë kalu periudhën e dhimbshme të diktaturës.